Rritje të pagës minimale nuk kërkon vetëm sindikata, por edhe qytetarët dhe të punësuarit e vendit, ka deklaruar kryetari i lidhjes së sindikatave Slobodan Trendafilov për televizionin Shenja. I pyetur lidhur me komisionin i cili duhet ta vërtetojë vlefshmërinë e sindikatave, Trendafilov tha se lidhja e sindikatave është sindikata e vetme që ka dorëzuar kërkesë për vërtetim të vlefshmërisë së sindikatës. Dhe kërkesa ka dokumente të shumta, sepse janë dorëzuar listat me emrat të punësuarve dhe antarëve të sindikatës, që siç thot ai, janë më shumë se 63.000. Trendafilov prej që pas përfundimit të festave, komisioni të konstatoi vlefshmërinë e sindikatës. Не сака союзот на синдикатите на Македонија само зголемување на минималната плата, граѓаните и работниците го очекуваат тоа од владата, и очекуваат владата да зголеми минималната плата која денеска со 396 евра е најниска во регионот. Доколку сметаат креаторите на политиките, па дури и работодавачите во приватниот сектор дека треба да имаме најниско платени работници и на таков начин само да ги избркаме работниците од Македонија, може да продолжат да водат таа политика. Меѓутоа сметаме дека не треба да биде изговор ниту репрезентативноста на синдикатите, доколку сакаат да излезат во пресрет на работниците и да ги зголемат работничките плати. Drejtori i Odës Ekonomike Durim Zeqiri tha se kërkesa për rritje të pagës minimale në 500 euro është kërkesë autoktone e Odës Ekonomike, pasi siç tha ai, qysh para më shumë se 2 viteve, Oda ka kërkuar që të ngrihen kontributet dhe të rritet paga minimale. Ai ka theksuar se Republika e Maqedonisë së Veriut ka kontributet më të larta në rajon dhe Europë, pasi që tek ne për 1.000 euro pag neto paguhen 520 euro kontribute. Përderisa në Shqipëri për këtë vlerë paguhen 275 euro. Në Serbi 390, Maltëzi 370 e të tjerë. Sa i përket pagës minimale, në qysh para 2 viteve, ndoshta më tepër se 2 vite kemi kërkuar që paga minimale të jetë në vlerë prej 500 euro, gjithsesi në 31.500 denar, me parakushtin që kontributet të ngrihen në nivelin e tanishëm të pagës minimale, gjithsesi në 9.700 denar, apo në rast se ngrihen në këtë nivel dhe paga neto rritet në 31.500 denar, atëherë do t'i bie që kontributet do të ngelin në 32%, 1% që është dikun mesatare në raport me mesataren e shteteve fqinje të regionit, për shkak se Maqedonia e Veriut i penalizon bizneset, pra si shtet dhe si kornizë ligjore të cilën e ka sa i përket pagave, penalizon bizneset dhe qytetarët me kontribute shumë të larta, të cilat fillojnë nga 47.5% nga paga minimale dhe të njëjtat janë progresive. Zeqiri tha se Oda Ekonomike si përfaqësuese e punëdhënësve nuk është ftuar në Komisionin Ekonomiko-Social, në të cilën do të diskutohet çështja e pagës minimale. Ai bëri apel që në të ardhmen të përfshihen Odat, pasi që siç tha ai, pa pjesëmarrje të Odave Ekonomike, këto komisione nuk janë kredibile. Ndërkohë nga Ministria e Ekonomisë të pyetur nga televizioni Shenja lidhur me komisionin për vërtetimin e përfaqësueshmërisë së sindikatave, thanë se bëhet fjalë për një dokumentacion të gjerë i cili kërkon më shumë kohë. Komisioni për verifikimin e përfaqësueshmërisë punon në vazhdimsi dhe mban mbledhje të rregullta. Bëhet fjalë për një dokumentacion të gjerë që kërkon shumë kohë. Sapo të përcaktojnë se cila sindikati plotëson kushtet për qenë përfaqësuese, do të merret një vendim dhe do të caktohet menjëherë mbledhja e Komisionit Ekonomik Social. Trendafilov tha se tashmë disa muaj në raftet e qeverisë ruhet propozimi i lidhjes së sindikatave për rritje të pagës minimale dhe nuk nxjerret në seancë për shqyrtim apo miratim. Propozimi i cili parasheh ndryshime në ligjin për rritjen e pagës minimale. LSM ka dëshmuar se është organizuesi i mirë i protestave dhe në rast se nuk merren parasysh kërkesat tona, ne do të protestojmë. Prandaj edhe i ftojmë të gjithë të pakënaqurit nga pagat në vend. Më 1 maj bashkangjiten protestës së LSM-s, theksoi Trendafilov.